Që I kam prind larg, familjen larg, për çta? Bojnë prind. Shumë. Nga puna në herë, me lotën sy, duke hangër bukë. Po valla. Çdo minutë sepse kam mamin shumë smut, babin e kam smut, e kështu që I kam gjithë menje. Po kur t'isha qenë kështu smut kam qef me lëshu, tha mi pas pranë mas me kanë vetë, mi unë mu, vi këtu e një vetën shumë ma mirë, shumë ma qetë, se atje. Të jetojnë dhe të qojnë ku me të dashurit të vetë, sa të kam mundësi, sa të janë gjallë, se kur s'janë ma shumë vështirë. Mirë shumë. Prej kajtë në vjen? Prej Gjermanisë. Prej Gjermanisë, që shpo falen? Shumë mirë. Cili vend Kosovë fjallë? Në Prishtinë, që të prindë. Që sa viti janë Gjermani në falë? Që 30 gati. Po. Andërgonë, çfarë jetë është Gjermani? Mirë u kanë, po basi cilën herë ma vështirë, a më mirë, në rregull është. Që ka është ma vështirë për ty? Që I kam prind larg, familjen larg, për çta? Sa të mungojnë prind? Shumë. Nga puna në herë, me lotën sy, duke hangër bukë. Po valla. Çdo minutë sepse kam mamin shumë smut, babin e kam smut, e kështu që I kam gjithë menje. Sa çat duaj të shtëpia I kam mente këta. Sa më duash afër mi qëndru kur janë këto raste, që ka nevojë për ty. Sa të herët kam mundësi, qysh janë kushtet, sa herët moj vije. Për mi pas pranë, ose me konon e pranë tyne, mi unë I mu. Ata shkuna e me lëshu kretë, kur vete, të me lëshu. Po kur t'isha qenë kështu smut kam qef me lëshu, tha mi pas pranë, mas me kanë vetë, mi unë I mu. E kam mendimin shumë shpesh herë për me lëshu kur vete mon vend lindjen teme. Se është ma mirë është. Ma mirë. Po. A jeni edhe të mune në vendin e ku je atje, me thonë që s'pëndijen nga hati të mune? Shpesh, sepse kur të vi këtu e një vetën shumë ma mirë, shumë ma qetë, se atje, fakt. Atje punoni? Po. Çka merrni? Unë e punoj kështu në zyre, burri ka bashkëtje me ka firmën e vetë, ndërtimtarisë, po. Pas ka ra punë të ronda më duke në punu, apo? Mu ju. Jo, që ndonë patokratë që punojnë punë të ronda atje. Ka shumë fakt, ama jo në jo. Unë jam zyre, thjesht. Zyre thjesht. Po, hadi këtë. A I që këthy për gjithmonë, me gjithë një punë të mirë këtu për Kosovë, për shembull diku 1.000 euro, më tafë. Po, isha këthy. Edhe me ka mjekësia pak ma mirë isha këthy. Mjekësia, që tash mjekësi me ndryshoj? Po me pas shembull sigurime shëndetësore, me kanë ç'kja me kanë shembull, për me pas senet ma lehtë. Sikur atje që I kena, shkojnë aty mjeku sa herë dojnë, s'kena nevojë me pagu. E kisha dëshiru këtu me kanë qashtu, isha këthy me njerë, po. So më pëlqen ma shumë. Cilat gjona I kishin ndryshu në Kosovë, që I kajnë si kulturë, si edukatë jashtë? Cilat rregulla, ligje ishin për Kosovë? Shtirë me thonë. Është një aty për me Qa kisha thonë? Mu më duken atje shembull ma disciplinum shumë të sene janë ma të rregullt. Qështu sene, s'po di ta që me thonë, seriozisht. Një ligj për shembull që I kishe bërë strikt në Kosovë, që kishe bërë këshirë. Unë I thash porë, përveç mjekësisë, por mu më duke këto gjitha mirë. Për pas mjekësia është pak që mungan, së me konë sikur atje. Po të në fund, më sot marrë shumë kohë një mesazh për gjithë diasporën, sa ata që jetojnë, edhe që nuk I kanë afër njerëz më të dashur. Dhe të vinë sa që të kanë mundësi, dhe të jetojnë, dhe të qojnë ku me të dashurit të vetë, sa të kanë mundësi, sa të janë gjallë, se kur s'janë më shumë vështirë. Jetë shtëpia thotë, me thonë kur të kthehen, kur si gjanë një person aty që e dënë, është shumë vështirë. Dhe të vinë sa herë që të kanë mundësi, sa më shpesh. A ka do me hup dikon që se ki pa, që kanë jashtë? Njëherë jo, shqyqër. Njëherë I kom pas tonë. Kështu të afërmi që I kam, janë hala gjallë, kështu që jo njëherë jo. Qëndro sa më afër prindëve, kënaqur Kosovë. Shumë faleminderit. Shumë të mira në jetë. Shumë faleminderit. Kalu